Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në Elevate. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se kjo bisedë sponsorizohet nga Lajthiza dhe Ring Center. Sot kam ftuar Flavio Qarri, një gazetar i njohur i emisioneve të mëngjesit. Ne do nisim një bisedë, do bëjmë një bisedë të këndshme me të. Ai përgjithsisht interviston njerëz në mëngjes dhe të gjithë ndjekin me shumë kuriozitet dhe dashamirësi, po rrallëherë flet për veten. Kështu që sot do jetë diçka ndryshe. Përshëndetje Flavio. Mirë se vjen. Faleminderit. Kur je zgjuar sot, Flavio? E varet kur zgjuar e madh jam, duket nga ora 5 e pak. Okej, domethënë çdo ditë jave ti zgjohesh në 5 e pak. Mos e përjashto fundjavën, se vazhdojnë të jenë në të njëjtat drama, sidoqoftë vazhdoj të kemi marrëdhënie të keqe me gjumin e mëngjesit. Ma bëj shpesh këtë pyetje, zakonisht me shaka them që arsyeja vetëm që zgjohem është kredia. Po nuk jam mësuar ende me zgjimin e mëngjesit, dua të falenderoj këtu. Është e turpshëm që po e them për dikë me kokën e bardhë, po dua të falenderoj prindrit e mi që marrin telefon dhe zgjohem, se përndryshe do ishim në Prindrit e tu të marrin telefon në mëngjes dhe të zgjohen nga gjumi. Jo, dhe e din ata që telefonata e parë është bosh. Okej. Se mund të përgjigjem alo dhe të vazhdoj të flej, kështu që marrin duhet t'ju flas 2-3 herë që ta di. A të ka ndodhur ndonjëherë që ta humbësh emisionin? Jo. Ka ndodhur ndonjëherë që ti jesh vonë për emisionin? Shpesh. Okej. Ja, është interesant. Në fakt kanë dalë teori të ndryshme tani që zgjimi herët në fakt të ndryshon edhe natyrën, edhe karakterin, të bën më të kthjellët, të bën që të arrish më shumë gjëra në jetë. Nuk e di se sa ka ndikuar kjo tek ti, apo dëgjoj, e para unë shpresoj të kem qenë i kthjellët për gjatë gjithë jetës time. Sigurisht në një moshë caktuar pas të 35-ave besoj fillon një kujdes tjetër ndaj trupit dhe ndaj mendjes, edhe ndaj shëndetit mendor dhe patjetër që zgjimi herët ka shumë avantazhe, patjetër që ditën e kam timen, mbaroj në orën 10 kur fillojnë shumica e njerëzve të punojnë, nuk kam mbaruar punë. A bën një krahasim me tjerët që zgjohen më vonë për shembull, edhe ndjen se ti ke arritur shumë më tepër gjëra se sa ata? Problemi numër 1 është me miqtë e mi me të cilët nuk përputhen asnjëherë oraret. Domethënë unë filloj të kem uri për drek nga ora 11:30, ata sapo kanë pi kafen e dytë, as që bëhet fjalë të bëjnë diskutime dreke apo zhvillime të tjera, sapo kanë filluar punët e tyre të kuptojnë çfarë po ndodh me ditën, ndërsa unë jam në një fazë gati përfundimtare, kam mbyllë edhe planin e ditës tjetër me stafin, të cilët vazhdojnë pastaj ndjekim zhvillimet kryesore, kështu që kam një mos përputhje vitet e fundit me miqtë e mi. Po secili ka atë jetën e vet dhe kam një paqe në raport me këtë gjë, kështu që nuk kam as sikur të kisha mundësi të bëja këtë apo. A fle vonë? Nuk jam shumë i kujdesshëm, te fjet janë darkë, nuk jam shumë i kujdesshëm se e mira do ishte që duhet flihet paktën maksimalisht në orën 10, po. 2 javësh qimpeka që e kalon atë. Të mërkurën është plugu që fillon 9:30, kështu që ikën 3 ditë që nuk ke shanse të flesh. Pra ti ndjek emisionet e darkës? Jo, plugun e ndjek se e bëj vetë, po qimin e ndjek patjetër edhe për arsye tjera. Pra një lloj përditësimi ta kërkon? Patjetër. Dgjoj. Puna edhe pra nuk mund ti të lexosh dhe të informohesh pak në mëngjes. On the go, jo, nuk më pëlqen ajo. Mbi gjitha sepse e kam provuar, por të humb një idiosinkrasi e vogël, një kontekst pak më intim i zhvillimeve, se ti e di shumë mirë, këtë zanat gjithçka është ke detajet. Me një detaj ti mund të ndërtosh 30 minuta emision. Dhe ai detaj që të mungon, një batut, një shkëmbim, një qëndrim i gabuar, një gjuhë e keqe e trupit, ajo bën dallim të madh. Kështu që unë do shikoja këto emisione dhe do lexoja gazeta, për atë kohë që ishin gazetat, edhe sikur mos më paguanin. Dhe kur më paguajnë është shumë më qejf. Jo, shumë mirë. Edhe në fakt do të pyesja që emisioni yt ka diçka të veçantë, sigurisht. Ti ke një qasje pak më ndryshe se sa do të thosha gazetarit e tjerë në televizionin ku ti punon, dhe që e ke bërë ke futur dhe natyrën tënde aty brenda, edhe e ke bërë pak më fan, por në të njëjtën kohë trajton edhe tema shumë serioze. Si ke arritur që
që ta bësh këtë shkrirje të gjithë këtyre elementëve, duke e kthyer emisionin në fakt shumë shikuar? Faleminderit për komplimentin. Dgjoj, unë e nisa me studim. Në kuptimin që bëm një analizë gjatë se çfarë kishte në ekranet e mëngjesit dhe mbi të gjitha bëm një krahasim se si mediat e mëdha ndërkombëtare nuk e kishin përgjigje që hard talk-un ta bënë në mëngjes, duke e miksuar në varësi edhe të vendeve të ndryshme me gjëra dhe zhvillime më të lehta. Dhe unë mendoj që përpjekja për të mos qenë të rënd në mëngjes është gabim. Thelbësor. Okay. Sigurisht ti mund të japësh dhe informacione që janë më të lehta, por që janë pjesë e panoramës zhvillimeve. Mirë, po kjo nuk përjashton faktin që në mëngjes ti mund të adresosh tema të rënda dhe që ndonjëherë e tejkalojnë dhe politikën. Veçanërisht kam parasysh këtu çështjet e shëndetësisë apo të arsimit, për shembull, që nuk janë tema shumë audiencë virale, por që kanë një domosdoshmëri të pashmangshme për të trajtuar. Ndaj mendoj se pasi bëm një analizë të tillë, arritëm përfundimin që na duhet ishim edhe të rëndë. Edhe do e bënim këtë me një stil që të mos ishte i njëjtë në të gjithë programet e tjera, po të kishim mundësi për ta marrë edhe pak më me lehtësi, por kur të ishte momenti për një përballje, për një moment vendimtar, sigurisht që do duhet ishim aty të parët. Kush janë ato temat që bëhen më shumë virale, edhe që ecin më shumë? Do doja të thoja politika. Vërtet? Po, por është surprizuese ndonjëherë se si momente sinqeriteti politik gjenerojnë audiencë të jashtëzakonshme, por ka një konkurrencë shumë të fortë midis krimit dhe drogës, që t'i fusin bashkë, se kronika zezë për të qenë kështu, edhe pse tani kemi filluar e quajmë atë aktualitet për shkak të pranisë dhe përmasës, dhe sigurisht pastaj edhe pse nuk duket live se janë publik të ndryshëm. Është dhe showbiz. Mirë, po çfarë ndodh? Të gënjen pjesa e showbizit sepse ajo gjeneron klikime më pas në rrjetet sociale. Mirë, po një nga arsyet dhe një nga gjërat që ne kemi studiuar fillimisht për emisionin ishte fakti që ne donim që konsumi të ishte në televizion. Pra ky ishte një emision televiziv. Që të shikohet në televizor. Në televizor në atë moment dhe në radio sigurisht. Flavio, e ke ti lirshmërinë për të vendosur atë që ti do dhe atë që ti mendon se duhet jetë në emisionin tënd pa u ndikuar nga faktorë tjerë aty brenda? Patjetër. E ke. Okej. E di që do tingëlloj kështu, po duhet të bëjmë një hap më pas. Kur u ftova për të qenë pjesë e Syrit, ishte një moment shumë simpatik i karrierës time dhe vija nga një eksperiencë një emisioni mëngjesi me rezultate shumë të mira në INTV dhe kisha disa oferta. Dhe të them vërtetën u mendova shumë gjatë nëse do duhet shkoja te Syri apo mund të ndiqja rrugë më të thjeshta. Sepse e dija që në fillim që Syri do të ishte një betejë gjatë për shumë çka. Qoftë duke filluar nga paragjykimi deri te etiketimet, sulmet dhe gjithçka ka ndodhur me Syrin. Por mund të të siguroj që Syri më kujton pak rehatin dhe lirshmërinë e punës që kishte TVA-ja në 2004. Okej. Dhe kjo tregon sa i vjetër jam. Ka gjatë në fakt. Dhe të siguroj që liria aty për të bërë gjërat që do, për të ftuar njerëzit që mendojnë se kanë diçka për të ofruar, konform, sigurisht një linje editoriale, por mbi të gjitha edhe një bindje dhe besimi për integritetin profesional që ti presupozohet se ke shfaqur gjatë gjithë kohës, është absolute. Dhe patjetër jo vetëm që jam i lirë të ftoj, por jam i lirë edhe sugjeroj në emisione të tjera, shkëmbejmë të ftuar njëri tjetrit apo tema apo personazhe që mund të na duken gjithë interesant, se në fund fare i gjithë thelbi është të bëjmë televizion dhe të bëjmë televizion ashtu siç janë parimet e gazetarisë mirë. Vërtet, dhe në fakt në kohët e sotme në Shqipëri nuk besoj që duhet jetë e thjeshtë që të punosh në një televizion opozitar, aq më tepër që tani duket se mediat janë
vetëm pro-qeveritare, ato që ekzistojnë në Shqipëri, dhe vres mendje dhe mendoj ku frymëzohesh ti për temat e tua, për ato që ti mendon, pra ku e merr ti burimin e informacionit përveç syrit dhe duke marrë parasysh edhe këtë që thash më përpara. E ke parasysh një shprehje që qarkullon ka ca kohë që nëse do të marrësh vesh çfarë do ndodhi, pyet batonin dhe bëj të kundërtën? Pa kam dëgjuar. Edhe unë lexoj këto mediat pro qeveritare dhe mendoj që thjesht mjafton çfarë thon ata dhe e kundërta është e vërteta. Po për te shakave. Dgjoj, është shumë për të qeshur tani që është ky diskutimi, sepse kur unë kam mësuar këtë zanatin dhe unë nuk kam qenë fansi të mësuarit të punës nga shkolla, kam qenë fansi të mësuarit të punës nga televizioni. Kur unë kam mësuar, një ishte media pro-qeveritare, të vëshëja, gjithë tjerët ishim në rresht kundër qeverisë. Siç normalisht duhet jetë, po. Edhe ato media që kishin një lloj flirti me qeverinë, ndodhte ajo gjëja, ku dëgjon, në edicionin e lajmeve, në edicionin informativ, ku gjua ishte pak më e rregullt, ndërsa me emisione investigative apo satire, ne jemi mprehur duke e goditur trungun e pushtetit dhe të qeverisë pa ndërprerje. Dhe në optikën time unë nuk di, madje me shaka themi ndonjëherë ke sy që po sikur të iki Rama çfarë do bëjmë. Po në fakt është pyetje për të bërë për gazetarët. Po nuk di ta bëj, me thënë drejtën, atë që bëjnë shumë njerëz në këtë vend. Ndonjëherë madje jam kurioz. Si e bën, nuk e di. Duhet më tregojnë akoma recetën se si mundet dikush që të mos shoh realitetin, të mos pyesi për fëmijët që kanë shtëpi, të mos pyesi për prindrit që kanë një datë pensioni që përplasen nëpër spitale dhe thjesht thotë dalit marrë guximin me burrni, mbaj dhe mjekë ndonjëherë dhe thon këtu gjërat shkojnë mirë. Këtë nuk e bëj dot. Kam përshtypjen, Flavio, se ti e ke kaluar të cakun e frikës tashmë dhe të paragjykimit dhe ndoshta ke krijuar një lloj lirshmërie që vjen edhe me praktikën e punës, edhe me gjithçka që ti bën për ditë, për të ardhur më natyrshëm se sa ndoshta ju vjen dikujt tjetër që ndodhet ende në territor të pasigurt në këtë situatë. Floriana, dëgjoj, çdo gjë e para ne jemi të gjithë qenie politike. Kjo është premisa e parë. E dyta, çdo gjë duhet të ketë një qasje filozofike. Unë s'kam qenë kurrë njëri as i fortë as i pushtetshëm. Ama kam refuzuar të jetoj me frikë në çdo ditë jetës time. Për asnjë lloj frike. As në fëmijëri, as në të rritur. Kështu që kjo është qasja ime e parë filozofike. Se ke qenë e sigurt në veten tënde dhe aftësinë e asaj që mund të bësh, sigurisht. Jo gjithkush e ka këtë vetbesim. Se nuk e di atë pjesë, ajo mund të ndodhi për një sër rrethanash, faktor social etj. Rritja, prindrit, mëkimi i tyre, por unë frikën e kam refuzuar. Sigurisht jo i qartur, patjetër, e di ku jetoj, e di cilat janë rreziqet, e di se çfarë mund të ndodhi, megjithatë kjo nuk më pengon të zgjohem mëngjes, dal dhe të bëj atë që duhet të bëj, atë që gjykoj se është e drejtë. Sigurisht në punën tonë edhe mund të gabosh ndonjëherë, por nëse ke një filozofi të qartë se për çfarë bën atë që bën dhe megjithatë cili është qëllimi, nuk besoj se gabon shpesh. Dhe unë them që asgjë në transmetimet e syrit nuk është kurse si gabim. Okej. Kjo është qasja ime dhe sigurisht këtu pastaj buron e gjitha ajo që të duhet si energji për të vazhduar çdo ditë. Absolutisht, duhet ta besosh atë që bën dhe nëse ti ke një koherencë mes asaj që mendon dhe beson dhe asaj që thua, sigurisht je edhe më i kënaqur edhe më i lumtur me veten tënde. S'ke nevojë të mbash mend gjë pastaj kur zgënjen. Absolutisht. Por po flisje pak më përpara për paragjykimet dhe unë dua që ta elaborosh pak më shumë këtë, ta shtjellosh më shumë, sepse edhe unë, kur jam përfshirë në fushën politike, nuk e kisha menduar kurrë që do të kishte, sigurisht që dija që do të kishte sulme, por sulme të një natyre që as nuk e ke imagjinuar, as nuk e ke menduar, dhe pastaj fillon, të paktën në eksperiencën time, filloi dhe
nuk i konsideroj të rëndësishme, pra janë pa pesh, po si fillim të bëjnë përshtypje. Një njeri që është i mësuar me median, e ka më të thjeshtë, do thosha. Dikush që vjen jo nga media direkt në politik, akoma më të vështirë. Po në rastin tënd, duke qenë brenda në media, si e ke te i kaluar këtë pjesë? Duke qenë se vjen nga një eksperiencë televizive, jo domosdoshmërisht në këtë format. Dgjoj, ka një moment në intervistën me Giulia Andreotin, Oriana Falaçi, ku përshkruan kunjat që ai përdor në ligjërat dhe thotë janë si gjilpërë që e nxjerrin gjakun pak më vonë. Edhe këto paragjykimet janë të tilla. Ti je mësuar ose ke një parashikim se si do të jenë sulmet, por nuk i pret këto pickimet e vogla që të gjakosin më pas, pasi ke ikur nga ndeshja. Çështja është që fatkeqësisht ambienti mediatik mbi të gjitha u mbars në një mënyrë shumë të egër kundër syrit që para se dilte në transmetim. Dhe bën një lloj paraprite që ja do të vinë këta, do e bëjnë. Sigurisht për të mbrojtur paradhënie. Patjetër që për të mbrojtur paradhënie. Edhe sot që po flasim, syri ka tejkaluar një gjë të pamenduar deri dje, për shkak se ato media e kanë tejkaluar një gjë të pamenduar deri dje. Pra, nëse deri dje kemi pasur edhe media që kishin përfitime nga qeveria në buxhete reklamash apo në koncesion apo kishin botues që ju futën ndërtues që ju futën botimit dhe jo botues që ju futën ndërtimit, jo Ana Sjeltas, mediat aktualisht e kanë tejkaluar këtë dhe nëse kemi shkrirjen e shtetit me partin, fatkeqësisht kemi dhe shkrirjen e këtyre mediave me pushtetin. Dhe tani më në optikën tonë. Dhe kjo ka ardhur këto vitet e fundit gjithmonë më shumë, patjetër. Në një formë që s'ishte menduar ndonjëherë. Dhe ende po mësojmë si të përballemi me këtë. Dhe në këtë kuadër të këtyre mësimeve hap pas hapi, ne nuk qëndrojmë vetëm si media kritike ndaj pushtetit, por tani më kemi vendosur të mos kemi as merakje ndaj mediave të tjera, as solidaritetin e dikurshëm mes kolegëve dhe kushdo që është implikuar në afera korruptive, për ne është njësoj si një zyrtar i qeverisë i korruptuar, edhe pse quhet gazetar, edhe pse bën sikur është drejtues mediash, por në fakt janë thjesht njerëz lidhur me pushtetin dhe të kriminalizuar nga ai. Unë jam kurioze çfarë paragjykimesh ke patur ti në fillim. Domethënë nëse mund të më japësh një shembull. Po ja të them unë, është thjesht mos shko ke syri se nuk do bëjnë televizion, nuk do bëjnë gazetari, do përfundoni kështu, do përfundoni ashtu. Dhe 1 milion gjëra tjera do etiketohesh si PD-s, do etiketohesh si militant, pa fund. Ditët e para të syrit ishin pandemi. Dhe asnjë nuk besonte që ne do të dilnim transmetim. Ki parasysh vinin njerëzit ilegalisht për të punuar se nuk lejoj dilje të qarkullojë, ku dijon, gazetarët merrnin njerëz të tjerë në makinën e tyre, sa ata kishin kartën për të qarkulluar nëpër rrugë dhe në atë periudhë ka pasur momente ku është fjetur të syri, drejtues, staf, gazetarë që punonin paralelisht bojaxhi, teknik, inxhinier, gazetar, redaktor, përgjegjës, gjithë bashk, mbaroi një punë e gjatë, qëndroi bashkë se s'kishte ku dreqin dile, as për të pirë diçka, pije diçka në zyrë, flijej 2-3 orë dhe rifilloi nga e para për ditë me radhë derisa në 20 prill 2020 dolëm në transmetim. Besoj mund të kishim ja 4 ditë pa gjumë ndoshta para daljes në transmetim. Unë e shoh ndonjëherë videon e ditës parë dhe e dalloj se sa pa gjumë jam. Unë nuk e dija se kur ka qenë dalja e parë në transmetim, po di që bashkë kemi ke bërë një intervistë, kemi bërë një bisedë në emisionin e mëngjesit kur unë kam qenë në Zvicër. Ka qenë një bisedë online dhe më ka pëlqyer shumë edhe që s'kisha lidhje në atë kohë as me politikën sapo kisha lindur djalin, edhe më pëlqeu edhe ajo mënyra se si u përshtate aq shpejt edhe me këtë stilin e intervistave online që në fakt ishte gjë e re për kohën edhe që pastaj u bë norm gjithmonë më shumë. Pike pandemisë ajo. Po. Dgjoj, ne jemi përshtatur me shumë gjëra. Ki parasysh që në pandemi një televizion i vogël, vetëm informativ,
ku gjithë thonin që tregu i televizioneve informative është i saturuar, është i mbingopur, po ju çfarë do bëni, kohë keni, sa t'ju vi radhat ju shohin, megjithatë ja ku jemi sot. Ku jemi sot? Jemi në një pikë që Syri është autoriteti i vetëm moral mediatik që kanë Shqipëri dhe këtë mund t'i ngëlloj delirante, po nuk ka të bëj fare as me kontributin tim, as me punën time, po është puna e dhjetra, qindra njerëzve që e bëjnë çdo ditë me një integritet të jashtëzakonshëm atë punë dhe me sakrifica të mëdha. Dhe ti në fakt dukesh që je shumë vlerësues, sepse vazhdimisht e përçon këtë, edhe në përgjigje, edhe ata besoj që e din. Ta them pse. Unë kam punuar në shumë televizione. Okej. Dhe për shumë vite kërkoja një shije që se gjeja më, shijen e fanellës, shijen e një ekipi, ndjesinë e një ekipi. Sigurisht shkon punon, dhe këtë mund ta them pa frikë, shkon punon në televizion si për shembull Top Channel, që presupozohet që ka një prestigj, por në vetvete është një ambient toksik në përditshmëri. Pse? Nuk e di pse, ashtu e kanë ndërtuar, ashtu e gjeta me të drejtën edhe nuk... Toksik, do me thënë që ty të bën të ndihesh keq? Po, sigurisht, edhe këtë mund ta verifikosh fare lehtë me shumë njerëz që punojnë aty. Dakor. Them se punova 5 vjet e kusur dhe e di se çapo flas, apo edhe Klani ku kam punuar pak më pak. Tani për Klanin duhet të të kundërshtoj, unë kam punuar vetëm në Klan, kam pas eksperiencë shumë mirë. Kështu që nuk krahasohet me Syrin. Mund të jetë shumë e mirë eksperjenca, por me Syrin nuk krahasohet. Okej. Dhe ajo gjë më kishte munguar, e kisha kërkuar, e pata një shije të vogël edhe po se ishte televizion shumë i vogël INTV-ja, dhe te Syri ajo fanella lidhet edhe me përmbajtjen dhe me linjën editoriale, por dhe me marrëdhëniet e brendshme. Dhe kjo gjëja e bën që ti të shkosh në punë me qejf, të shkosh të bashkëpunosh me qejf, të përpiqesh për më shumë pavarësisht vështirësive të përditshmërisë, dhe kështu që kjo ishte një gjë që e kërkoja për shumë kohësh, atë sigurisht më bën të jem krenar. Çfarë ka ngelur, të ka mbetur në mendje nga gjithë këto vite intervistat që ke bërë me njerëz të ndryshëm, edhe kush të ka ndikuar ty më shumë që ka ndryshuar në një farë mënyre? Në ka një gjë që më merr malli është terreni. Okej. Bëj gazetari terreni. Një gjë që më pëlqente për shembull të punën Top Channel ishte se ndërtimi i strukturës e emisionit, duke punuar për pasditën Top Channel që nga dita e parë formatit, dhe nuk ishte ky koncept që është sot. Një pjesë e publikut ndoshta nuk e di se çfarë ishte pasditën Top Channel, po qëllimi ishte shumë i thjeshtë. Ndiqje edicionin e lajmeve dhe lajmet kalonin me shpejtësi 30 sekonda, 1 minutë e gjys maksimumi. Dhe ngjarjet që ne na dukeshin vërtet interesante apo të rënda, pasditja kishte për detyrë të thellojë tek këto. Dhe unë bëja reportazhe dhe mini dokumentar thellimi për ngjarjet përtej një edicioni informativ. Dhe ngjarjet që mëson, njerëzit që takon, njerëzit me cilët përballesh, historitë e tyre, patjetër që të shënjojnë shumë më shumë se Via Verdh apo pseudoelita e Tiranës. Më kupton, dhe e merr me vete si mësim jete, si manual përdorimi apo ndërveprimi, se përdora termin e gabuar, për njerëzit. Është një shkollë e mirëfillt, dhe unë e them edhe gazetarëve të mi të rinj, biles që janë të sapo diplomuar, kështu që mos më flisni për gazetarinë nëse nuk keni bërë terdhen, nëse nuk keni dalë, nëse nuk keni ndeshur, nëse nuk keni shkuar në fshat, në rrugë pa rrugë, dhe të shihni se si jeton vërtet një shqiptar i zakonshëm. Është kot flasim për gazetarisë, se ti nuk di historinë njerëz. Më pas hajde diskutojmë estetikën se si do e paketojmë atë historinë. Po mua më duket se nuk është më i njëjti pasion tek gazetarët që ka qenë më përpara. Dukesh sikur po themi në brezin ton që kemi punuar, edhe unë kam punuar në terren vetë, me mënyrën se si e bëja emisionin, sigurisht ishte në terren, kishte tjetër dëshirë, tjetër grin, tjetër vullnet për ta bërë atë punë. E shikoja edhe te gazetarët që punonin edhe në emisionin. E kam një teori. Po tani duket sikur nuk është. E kam një teori të vockël për këtë. Në vitet 90 dhe fillim vitet 2000 kur ne ishim adoleshent, ti mund t'ishe edhe keq, mund t'ishe jo i bukur, mund t'ishe
kreti zakonshëm, ndonjë gjë mund ta kishe shtrëmbër. Dhe kjo nuk ishte arsye për turp. Mund të ishte arsye për humor, me një shok, me një ndërveprim, me një shoqe, po jo për një ndjesi masive turpi dhe presioni. Brezi i ri që vjen për shkak të pranisë së madhe të rrjeteve sociale është gjithkohës në një filtr autocensure për atë që se si do duket, se si do perceptohet, se si do trajtohet, si do komentohet, gjë që ne nuk ekzistonte në mendjen tonë. Dhe pasionet tona ishin e vetmja gjë që kishte rëndësi. Pra ti ta bëje mirë pavarësisht se çfarë do. Për knajsinë tënde. Unë kam tani nuk e di nëse janë ke prindrit e mi apo të shtëpia ime, kam kaseta të vjetra ku një idiot 10 vjeçar regjistronte veten duke prezantuar emisione radiofonike që nuk do i dëgjonte kurrë askush. Dhe lançoja këngë teknologjinë për t'i lançuar të cilën nuk e kisha. Megjithatë në mendjen time e bëja këtë emisionin dhe stërvitesha dhe sigurisht dikur ajo gjëja më ndihmoi shumë, po kur e bëja dhe madje kam një kaset aty me një shoqen time të lagjës, më thonë, "Çe ke këtë idiotësira? Është kasetë, kupton, ajo nuk e kuptonte këtë pasionin tim, këtë dashurinë time. Kto e prezanton tani se është rradha jote për ta lançuar këtë këngën." Dhe sot nuk e kanë mundësinë për ta bërë, se me sa duket ishim më mirë kur ishim më keq në disa aspekte, ose si tha dhe Roberto Benigni, falenderoj prindrit për dhuratën e varfërisë, dhe kur ishim pak më të varfër në këto saltanete, ishte shumë e thjeshtë për të qenë pak më të thellë në pasionet tona, për të përqendruar pak më shumë tek ato. Thënë kjo, nuk mund ta mohoj faktin se sot ka shumë të rinj, një përmas shumë të madhe se ç'ne mendojmë se janë, që në fakt i duan pasionet e tyre, e duan edhe gazetarinë. Dhe ata ka goxha të rinj, nuk po them shumë në gazetari, por ka mjaft të rinj dhe të reja, të cilët duan të bëjnë gazetari, duan dhe terrenin, e kanë dhe pasionin e zanatit. Por ajo që dhurata e varfërisë në fakt është shumë relevante. Shumë relevante dhe në fakt duket ndryshimi. Edhe kjo mendoj që pastaj rezulton tek pasioni edhe tek dëshira për t'i bërë gjërat më mirë, për të krijuar një ndryshim të vërtet për veten. Ndoshta tani të rinjtë e sotëm e ndjejnë që edhe ndryshimi deri diku është i limituar, që mund të arrijnë nga njëra pikë te tjetra. Po hidhem me politikë, ky është suksesi më i madh i Ramës. Domethënë, në ka një filozofi politike është neveritja. Dhe njerëzit i kanë bërë të gjitha ato që një demokraci mund gjenerojë si mendim. I kanë provuar të gjitha dhe kanë parë që sikur asgjë nga këto nuk funksionon. Sigurisht të gjitha ato do vi një ditë që do vlejnë. Se një ditë do jepet llogari, do laren sapet dhe gjithë ato qëndrimi që njerëzit kanë mbajtur, gjithë ato fjalë që kanë thënë, kushdo ka kritikuar, kushdo është përthyer dhe ka heshtur, të gjitha do ketë një moment për ta bërë këtë, dhe nuk e them në termin fetar dhe biblik, nuk do jetë ditën e fundit kjo. Për dikë do jetë dita e fundit, por nuk do jetë dita e fundit për gjithë ne kur do e bëjmë këtë llogaridhënie. Dhe unë jam te ata që mendoj që unë besoj shumë te integriteti. Edhe unë besoj shumë te fakti që njeriu edhe kur nuk e shef njëri duhet ta bëj atë gjën që duhet. Unë kam ditën e parë kur ne dolëm transmetim për ta rikthyer te syri, ne nuk e dimë se na shifte një person i vetëm apo jo. Dhe nëse i rikthehemi emisionit të parë dhe emisionit që kanë bërë sot mëngjes, të siguroj që ka të njëjtin intensitet, të njëjtin pasion, të njëjtën energji, të njëjtën përmbajtje super të ngarkuar me 6 tema, 8 ftuar, lidhje direkte, video nga zhvillime ndryshme, dhe sikur ta shohin një i vetëm, ti për çfarë bën? Ti e bën me që po të shohin? Besoj shkon bashk, por që duhet nisur nga vetja. Qëllimi është për ta bërë atë gjë si duhet bërë. Dhe nëse qoftë kjo punë në televizion, qoftë kjo shtrimi pllakave apo qoftë edhe thjesht për të thënë me një mik në tavolinë i cili punon shtet, jo vëlla, e keni gabim dhe po merrni njerëzit në qafë, kjo është pjesë e integritetit që unë mendoj se na bën mirë ta stimulojmë edhe ta glorifikojmë. Në vërtet. E sheh veten të bësh të njëjtën gjë edhe mbas 10 vitesh? Apo do kalojë në diçka tjetër? Kjo është pyetje shumë e vështirë në këtë moment, sepse sigurisht ka
ka një përmas. Jo, sepse flet me kaq shumë pasion për të, sa që është diçka që sigurisht njeriu kur e do shumë një gjë, do ta bëj gjatë. Jam në një arsye pse ti tingëlloj kështu tani është se jam në një dilemë. Okej. Nga njëra anë, do doja ta bëja këtë në pafundësi. Po. Çdo mëngjes. Po të mos Jo domosdoshmërisht emision mëngjesi, jo, nuk po them për këtë. Po them gazetarin, televizionin pa edhe. diskutim, Okej. Jo, emisionin e mëngjesit e kuptoj që Jo, kjo për emision mëngjesi po flisja po thoya që mund ishte edhe emision darke, sigurisht. Nuk e di, e kam menduar këtë kohë, po prapë se ç'kam një gjë. Plugu është shumë mirë, për shembull, është i regjistruar pak, nuk e ndjen orarin. Ndërkohë mëngjesi është tmerrsisht impenjativ edhe i lodhshëm fizikisht, por nga njëra anë duhet ta bëj këtë në pafundësi, nga ana tjetër truri dhe trupi kanë dëshirë për të eksploruar territoret e reja, gjërat si kanë bërë më përpara dhe Sigurisht. Jam në këtë dyzim të fortë. Je fokusuar një kohë të gjatë të karrierës tënde, që nga fillimi dhe ti ke filluar shumë herët, edhe me gazetarin që në vitet 2002, 24 vjet më parë. Nuk e dia quaj gazetaria jo atë, po punoj në Radio Tirana. Po, okej, një lloj forme e medias është sigurisht. Në radio, pastaj në televizion, edhe me, domethënë je fokusuar edhe në këto rubrikat gossip dhe pastaj kalon tek politika, te tema më të rëndësishme, ke intervistuar Sali Berishën, ke intervistuar edhe Edi Ramën para 10 vitesh, po më thoja. Pra një evoluim interesant në fakt i karrierës, edhe desha të pyesja pastaj edhe mes diferencës mes të dyve në intervistat e tua, por që njeriu pastaj nuk mund të mos mendoj se kush vjen më mbrapa, sidomos kur bën një rrugtim të gjatë dhe interesant nga njëra fushë tek tjetra. Dgjoj, unë nuk e kam parë kurrë të ndarë në zhanre. E para një herë ata që takoja në gossip para 20 vjetësh janë gjithë duke u marrë me politikë tani. Ashtu? Nuk e dalloj ç'a është gossip dhe ç'a nuk është gossip. Për shembull kush? Po jo, gjithë artistët e viteve 2000 kanë pasur në një angazhim politik në një moment apo në një tjetër. Okej. Nga çiletat e Eneda Tarifa, më kupton, për të dhënë gjithë spektrin. Pa e paragjykuar, është sigurisht e drejtë e tyre të merren, të atashohen, të angazhohen, është krejt normale kjo, nuk më shqetëson kjo gjë kështu, nuk e di ku është më gossipi dhe ku është kjo politika e madhe. Nga ana tjetër, dhe se këta janë njerëzit, ky është pikërisht my point. Por unë në fakt nuk e kam parë kurrë si një ndarje apo si një ndryshim. Unë edhe kur kam bërë gossip 18, 19, 20 vjeç e kam bërë me të njëjtin intensitet dhe me të njëjtën përmas dhe fatmirësisht jam shumë krenar edhe për rezultatet që kam arritur në atë fushë, sepse aso kohë e masje në një mënyrë më barbare, sepse ishte tirazhi. Okej. Edhe unë kam... Mirë, tani janë klikimet në një farë mënyrë. Klikimet janë kot në kuptimin tim për një arsye. Tirazhi janë leki me njerëz. Po, e drejt. Dhe, mirë, po qa bënte ai leku direkt? Ishte marrëdhënia jote me lexuesin. Ti punoje për atë. Për atë, vetëm për atë. Ai e kishte pushtetin në dorë, sepse kontrollonte buxhetin tënd. Nuk e kishte shikimi apo humori i një politikane apo kismet në pazari pisët më vonë. No, ishte direkte. E veti çdo ditë, çdo javë, çdo 2 javë do punoje për lexuesin, për shikuesin, për publikun. Dhe kur e mëson gazetarin dhe kur e ushtron gazetarin nisur nga interesi publik, sigurisht që ke ca parime shumë më të forta dhe shumë më të shenjta. Por për të rikthyer pak te gossip, nëse më lejon vetëm një sekond, un kam një fat shumë simpatik. Lëndën e revistës në fakultet më jepte Alfred Peza. Okej. Për to të shkoj, s'kisha mësuar për provim. Dhe ishte opsioni do paraqisje një projekt, apo do bëje një punim, apo do bëje provim. Sigurisht, për më shkurt, bëra punim. Dhe paraqita një tabloid shqiptar si projekt. Tabloidin shqiptar, Fred Peza e dërgon të grupi Jeta i revistave, dhe nga i projekt i vogël fakulteti lind revista Mat. Tirazhi i revistës Mat, që nga numri i parë, deri pra aq kosa unë e drejtova që isha një student që drejtonte një revistë të përdujavshme,
Ishte illatarshëm. Illatarshëm. Çfarë shiste kaq shumë? Domethënë kaq Qasja. kuriozitet kishin Qasja. njerëzit për çfarë bënin No, qasja. vipat shqiptar? Qasja. Sepse unë jam njëri që mendoj se mitët janë bërë për t'u sulmuar. Okej. Dhe nuk isha shumë delikat për ta thënë në mënyrë delikate. Nuk isha nga ato gazetarë që ua sa bukur ky, ua sa bukur kjo, nuk Okej. ka shumë pak. Pra ti nuk e ke pas frikur këtë qasje direkte, po themi. Po nuk është se jam nisur nga ideja frikës apo guximit. Nuk ishte e faktorizuar fare kjo pjesë. Në mendjen time duhet bërë kjo gjëja, hajde të gjeje këndvështrimin më kreativ për ta bërë, po nuk është se ishte trimëria apo burrnia aty në mes. Në një fjali ose shprehje, si ishte intervista me Edi Ramën dhe si ishte intervista me Sali Berishën? Edi Ramën e kam pas para shumë kohësh, megjithatë një shprehje është shumë e bukur për të qenë e vërtet. Deklaratat e tij. Ndërsa Ku ka qenë kjo intervistë? unë punoj për media italiane atëherë dhe ka qenë për edicioni Adesso, ishte grupi i mediave për cilat kam mbuluar këtë pjesë të Ballkanit dhe sigurisht duhet të intervistoja kryeministrin e vendit, ku gënjeu pak me funditën. Po nuk ishte atëherë akoma s'ishim mësuar Pra ti ngollonte shumë mirë për të qenë e vërtet. Prandaj thash shumë i bukur për të qenë e vërtet, me ca premtime flamboyante, pastaj po gënjente nëpërmjet meje italianët që do e lexonin këtë intervistë me origjinën e tij italiane, me lidhjet e tij me Italinë, me praktikisht tha që ishte italian ndër tjera. Rastësisht ishte në Shqipëri. Nëse rrithemi asaj interviste, po ndërkohë intervista me Sali Berishën? Me Berishën ishte krejt tjetër, sepse ishte intervista, akoma po e kërkoj një shprehje se ishte intervista e parë pas 333 ditëve i burgosur praktikisht. Edhe ishte shumë interesante të shihje një zog të lirë. Okej. Një zog i lirë. Okej. Pas një kafazi aq të gjatë, ishte shumë interesante për ta parë të paprekur, unscathed, ka një fjalë. Ti si gazetar, si ke parë në anën njerëzore, aq sa e ke takuar Edi Ramën dhe Sali Berishën, lëre se politikan dhe lëre se çfarë kanë thënë, në anën njerëzore, të dy? Unë e kam takuar, më lejtë të tregoj një histori të vogël të kjo pyetje. Duhet të tregoj herën e parë që kam takuar Edi Ramën dhe herën e parë që kam takuar Sali Berishën. Herën e parë që kam takuar Sali Berishën ishte inauguroi, nëse nuk gaboj, Unaza e Laçit në 2007. Okej. Dhe unë i vë mikrofonin mes bodyguardëve, imagjinoj tani është pa mendueshme fare. Të mos kesh lënë takim, ti shkosh kryeministrit dhe ti vësh mikrofonin dhe ta pyesësh. Po ishte atëherë. Unë me pantallona të shkurtra, se ça isha në 2007, 20 vjeç. Punoja bëja paparacin te Klani. E them, doktor. Po. Çe ke këtë Unazë me një korsi? Sa po ishte inauguruar, asfalti ishte kore i ri. Dhe fast forward në 2025-ën, raportime nga Unaza e Laçit që ishte e njëjta. Ishte e njëjta Unazë, nuk ishte dhe banorët që dini thonin, po kjo është investimi 2007, si do ja bëjmë ande po këtë. Dhe takoj Edi Ramën në të njëjtën periudhë, 2006-2008, kjo periudha e kryetarit të bashkisë, dhe e intervistoj për Luanin e zoologjikut, nëse të kujtohet që doli atëherë bënte kështu sikur po dhunoi Luani i kopshtit zoologjik edhe i them, po ti me çfarë ushqen Luanin? Pyetja e parë që e takoj Edi Ramën dhe sigurisht më reagon shumë keq, më shtyn. Patjetër është e filmuar, e ka Klani në arkiv këtë gjë. Filloi nxehin ka një, se unë isha në mes turmës së militantëve të tij. U futa në mes turmës kështu. Dhe fakti është fast forward në 2025-ën ne mezi presim vinë në kopsht zoologjik i huaj ta marrë Luanën se po i ngordhin për mish. Besoj kjo historia
I përshkruan Po, e përshkruan. Shumë interesant, shumë interesant. Flavio, pjesa e gazetarisë për vite me radhë sigurisht ka qenë fokus i jetës tënde, po unë dua të pyes një çik për te. Ti je i martuar, ke 2 fëmijë. Më flit pak për familjen tënde dhe pse zgjedh që ta mbash më në hije. Nuk e di nëse e mbajnë në hije. Dgjoj. Unë kam menduar gjithmonë që unë nuk jam lajmi. Dhe më bezdis pak kjo pjesa. Sigurisht i përdor rrjetet sociale, por për si zgjatimi i ideve dhe i punës time, jo si një autoreklamim. Patjetër në momentet e zbavitjes sigurisht që është okay ti ndaj, po nuk mendoj se jam në një pozicion që është pak i sikletshëm, se e kuptoj dikë që bën një punë tjetër dhe ka gjithë albumin familjar në rrjetet sociale. Por në rastin tim do kishte kjo një valencë tjetër, do duke sikur do jepja mesazhe të caktuara apo do bëja promocion për familjen time. Gjëja e parë që dua të them është që mua më pëlqen shumë familja ime dhe e dua shumë familjen time dhe mendoj se kjo mbajtja i jashtë projektorëve është një mënyrë edhe për ta mbrojtur. Unë jam njëri që në lëkurën time mund të përballoj gjithçka. Por nuk e di se sa i Zoti jam për të duruar një sjellje jo të hishme ndaj familjes time. Dhe aty gazetari i kulturuar nuk do ishte më dhe aq i kulturuar. Kështu që domethënë kjo ka qenë zgjedhja, pra për t'i mbrojtur në një farë mënyrë. Absolutisht për t'i mbrojtur, edhe pse edhe bashkëshortja ime ka bërë pra dhe ajo ka qenë prezantuese. Sigurisht. Dhe po bën aktualisht një sakrificë të llatarshme duke u kujdesur për gocat tona dhe po bën një punë shkëlqyer. Pse sakrificë të llatarshme? Pse e ka lënë ajo në praktikisht pezu karrierën e saj përqendruar vetëm me gocat, për të kujdesur 24 orë në 24 për to. Sa vjeç janë gocat? 2,5 dhe 1,5. Okej. Ka qenë një 3 vjeç intensiv kohë të fundit. Ti ke qenë baba që ke ndihmuar me vajzat? Apo sakrificën e ka bërë ajo? Jo, sigurisht që as nuk mund të krahasohet që ato që mund të bëj, as nuk mund të krahasohet me gjithçka që Hilda bën për vajzat, por kur bën 2, nuk kisha nga të shkoja. Okej. Ke dashur kështu? Ke dashur që ti kesh afër fëmijët? As nuk është se e kisha shmangur, as nuk është se e kisha kërkuar. Ndodhi, ato janë dhurata nga Zoti dhe s'mund të isha më shumë se i lumtur për ato që kemi dhe që na erdhën. Okej. A mendon, duke qenë se dhe ajo ka qenë në ekran, jo të shoqe, është diskutuar njërë mes jush që... Sa çuditshëm tingëllon jetë shoqe. Edhe pse? Nuk e di, ne unë dhe ajo e shohim ende vetëm si ai çifti i ri i 2 prezantuesve që pëlqenin dhe donin njëri tjetrin, po kanë dhe 2 fëmijë. Sa kohë keni qenë çift? Pra, ja 2 vjet ishim. 2 vjet. Para se të Ndoshta se keni ezauruar mirë atë pjesën e të qenit vetëm. Apo jo? Se di, ajo u duk shumë e natyrshme kur ndodhi me Gajen, edhe po aq e natyrshme kur ndodhi edhe me Eden, kështu që çdo gjë ka qenë shumë e natyrshme, që nga dita e parë. Po në fakt, jo të shoqe sërish. Okej. Ilda, mund ta themi. A e ka zgjedhur kështu? E ka zgjedhur që të kujdeset për vajzat për një farë kohë derisa ato të jenë gjendje të shkojnë në besoj në kopësht apo jo? Nuk ka një nxitim për të rikthyer. Sigurisht ka domosdoshmërinë për hapësirat e veta individuale patjetër, po e shoh që është llatarisht e përkushtuar dhe kjo gjë më jep një qetësi që pra dhe ti ndjehesh i qetë, sepse ti merresh edhe je angazhuar me punët e tua. Unë kontributin tim, çfarë mund të bëj unë si hamall. Kjo është një varg që e lundron dikush tjetër. Shiko, Flavio, është kjo qasje tradicionale që në fakt ka ekzistuar për shumë kohë gjithkund nëpër botë, po duket sikur gjithmonë më rrallë po e gjen tani në kohët e sotme. Ku burri punon është provideri kryesor i familjes, punon ndoshta 1 ose 2 punëse në kohët e sotme, nuk është më e thjeshtë dhe gruaja rrit fëmijët. Nuk ndodh më kaq shpesh kjo.
të paktën kjo është. Atë që kemi bërë këtë debat, diskutim më tepër me Hildën shumë gjatë. Fatmirësisht ne jemi në kushtet që mund të zgjedhim nëse ajo do të punojë apo jo. Pra është zgjedhje. E kemi këtë liri. Të pasurit të kësaj lirie e vën në perspektivë pastaj marrëdhënien, sepse nëse do ishim të detyruar financiarisht që ajo të punonte, do ishte një diskurs tjetër. Fakti që nuk e kemi këtë detyrim, ajo mund zgjedhje nëse do të punojë apo të kujdeset për vajzat. Dhe tani që e vogla është e vogël, aty se e madhja në universitet. Të vogla, janë shumë të vogla. Janë shumë vogla të dyja, po veçanërisht për Edenin, ajo ka mundësi që të rri për aq kohë sa ajo e mendon dhe ndjen se ka nevojë që të jetë në shtëpi gjithkohës. Sigurisht nuk është e izoluar, patjetër që mund të kemi njerëzit afër, prindërit tanë, që mund ta ndihmojnë patjetër, sigurisht, po unë mendoj se është gjithçka, kjo është një pikë delikate. Unë nuk mund të marr dot asnjë lloj protagonizmi këtu, sepse thash, është një varg që e lundron ajo dhe unë jam besim plot, i qetë, me sy mbyllur, që ajo merr gjithkohës vendimin e dur për vajzat. Dhe jam i bindur që do ditë marrë dhe vendimin e dur për veten e saj. Okej. Detyra ime, ashtu si e shoh unë, është që të krijoj, të kontrolloj detin, që deti të jetë pa trazira. Për çdo gjë tjetër është absolutisht se nga do të shkojmë do e vendos ajo. Më pëlqen kjo qasje që i jep timonin në një farë mënyrë dhe është shumë e mirë kjo. Po në fakt, edhe po rolin si baba, pra kalon ti kohë me vajzat e tua, shëtisni bashk, jeni fundjava bashk, a merresh, luan me to, apo jep më i shkëputur? E para unë mendoj që merrem me to, sigurisht kam ndjenja faj do duhet merresh edhe më shumë, po them që e bëj këtë për ditë. Okej. Kështu që jam për ditë me vajzat, kemi edhe një ndarje të vogël rolesh ku unë mund ta vë në gjumë të voglën, e madhja nuk pranon kurse si, po nuk besoj se një baba do jetë ndonjëherë i ngopur me qëndrimin me fëmijët e tij, veçanërisht kur situata rrethana të detyrojnë që ti jesh edhe në punë. Megjithatë unë mendoj se kemi ndërtuar një mënyrë të shëndosh funksionimi dhe një mënyrë shumë të afërt. Flavio, si është, ju i keni një familje të re, si është të ndërtosh një familje? E pamundur. Pse? Se ti po thoshe që e keni pas mundësinë që ajo mos punoj, pra që ta zgjidhni. Unë kam shumë mundësi. Kjo punë ka dhënë shumë benefite. Unë ka dhënë mundësi shumë të mëdha. Jo vetëm financiare, shumë të tjera për te financiare. E megjithatë, unë përballem ashtu si gjithë ata që po na ndjekin, gjithë ata që janë familje të reja me vështirësi të llafashme. Për shembull. Duke filluar nga blerja e shtëpisë deri te pediatria. Spitali pediatrisë. Dhe fakti që pavarësisht mundësive, ti do përballesh me të njëjtat vështirësi, imagjino pa mundësitë. Se çfarë tmerri i llafashëm është. Pa llogaritur këtu se çfarë mesazhesh më vijnë nga njerëzit çdo ditë. Po, jo, flas për eksperiencën tënde, më shumë. Po, e megjithatë unë gjykoj që nëse është me mundësi, është e vështirë dhe gati e pamundur, prapë mendja ime shkon te ata që nuk e kanë mundësinë. Ne sigurisht edhe ajo që unë përshkrova, patjetër që nuk kupton shumë sakrifica, shumë lodhje, veçanërisht nga ana e Hildës, po edhe unë them që jam pjesë e asaj lodhje se nuk ka një moment ku ti nuk je duke kontribuar në familje. Qoftë edhe kur shkon punë, kontribut për familjen është, qoftë edhe kur rri dhe kujdesesh apo ndihmon në diçka me gatime për shembull. Po. Ti nuk e zgjedhur që të shkosh jashtë, të emigrosh, të studiosh jashtë. Jeta jote ka qenë në Shqipëri. Pse kjo zgjedhje? Sepse në kohët e sotme edhe kjo nuk është më e zakonshme. Edhe kjo është pyetje e çuditshme. Po, kjo zgjedhje e çuditshme. Dgjoj, nuk e di pse, e para një unë s'kam motra vëllezër. Okej.
dhe nuk do doja të kisha një jetë në ato momente larg familjes time. E dyta, kur unë kam qenë në një moshë ku ti vendos për të emigruar, Pra ti je djali vetëm? fëmijë vetëm. Okej. Prindrit i ke afër tani? Po, tani Okej, kam qëndrojnë, shumë afër. okej, t'japin atë Shifemi ndihmën e shpesh, tyre. shifemi Dakor. shpesh. Aha. Çështja është që kur unë kam qenë në atë fazë që njeriu përgjithsisht vendos të emigroj, këtu nuk ishte e përsosur, por fryma, energjia, ndjesia, pritshmëria, shpresa ishin të llatarshme. Ki parasysh, kur kam dalë në tregun e punës 2005-2010, Po vërtet, ka pas njerëzit po ktheheshin. po ktheheshin, këtë doja të tregoja, që ktheheshin dhe në Tiranë ti kudo dilje dëgjoj vetëm njerëz me energji, dikur sillte para nga jashtë, dikur sillte një ide nga jashtë, Po, e vërtet. një sugjerim biznesi, gjëra që donin të bëheshin, nisnin ato kompanitë e vogla me një zyrë të vogël dhe gjërat po ndodhnin dhe ku kishte vend më të mirë se Shqipëria në atë periudhë. Jeta e natës ishte fenomenale, jeta e punës ishte po aq fenomenale. Qa do bëja unë emigrim? Ti s'kishe, po. Pas më S'kishe pesh për të Unë mbajtur. punoja në televizion, çdo gjë ishte perfekt, ti emigroja, kurse si. Tani ama është në diskutim, më ka kap një frikë. Ashtu është në diskutim? Po, është në diskutim, më ka kap një frikë, veçanërisht që do materializohet në brenda një 5 vjeçari, se do jetë momenti kur vajza do shkojnë në shkollë. Dhe kur ti dëgjon që shkolla jote krahasohet me Palestinën, si do ja bësh? Çfarë do zgjedhësh për fëmijët e tu? Kjo është gjëja që më ka vënë në mendime shumë cikletshme. Edhe në fakt ashtu është, njeriu tek fëmijët ndalet. S'është me njëti burr. Edhe mendon dy herë kush është Po jo të t'jap një shembull. Megjithatë, unë jam rasti që jam kthyer në vitin 2010 kur Shqipëria e lulëzonte me atë idenë e njerëzve që ktheheshin dhe që donin që ta përmirësonin vendin se mundësitë ishin më të mëdha këtu. E çuditshme në fakt. Pra ishin më të mëdha këtu mundësitë se sa diku tjetër ku kishte shumë më tepër konkurrencë. Gjysma e bizneseve që janë sot, që operojnë në Shqipëri, janë njerëz që janë kthyer në atë periudhë. Po, e vërtet. Po ndërkohë, jam kthyer dhe tani nga Zvicra në 2021-shin, sepse pavarësisht se njerëzit mendojnë që këtu me gjithë problemet që ka Shqipëria në çdo fushë, edhe në çdo sistem, dhe ti thua që ti jap një të ardhme më të mirë fëmijëve, unë mendoj që prap e ardhmja më e mirë është aty ku ti ke rënjët. Dhe ne duhet përpiqemi që ta përmirësojmë vendin dhe jo të gjejmë zgjidhjen që t'ikim nga vendi. Të paktën kjo ka qenë filozofia ime e të parit të situatës. Jemi në një moment paradoksi këtu, se e thua ti që ke lëvizur, ndaj dikujt që s'ka lëvizur. Pikërisht, po. Dhe sigurisht që nuk e shoh veten të shkule me gjithë. Jam kthyer. Po ta quaj. Megjithatë, unë nuk e shoh veten që të shpërngulem me të gjithë. Ama a më ka vënë kjo në një pozitë vështirë? Patjetër. Kur unë kam bërë shkollën, po të marrë gjimnazium. Në atë periudhë, Samir Frashëri, ku unë kam bërë gjimnazin, ishte shkolla numër 1 në Republikë, sapo ishte firmosur Karta Bolonjës, sapo kishte nisur bashkëpunimi me projektin gjerman që quhej atëre, sapo u nda gjimnazi në 2 deg, shkenca eksakte, shkenca shoqërore, pra po ndodhin gjëra dhe duke që kishte një lloj prioriteti ndaj shkollës ti e merrje seriozisht dhe ajo gjëja të shpërblej më njëherë më pas. Se çështja është që sot shumë mund ta marrin seriozisht shkollën. Po sa ju vlen, çfarë shembuj suksesi po marrin fëmijët tanë. Dhe kjo është pa futur fare te tragjedia e nivelit sigurisë, nivelit të arsimtarëve sot e tjerë, thagma si këto. A i kanë këto mundësi? Nuk i kanë. A mund të rregullohet shumë shpejt? Do doj një 5 vjeçar. Prandaj ja kam lënë vetes atë 5 vjeçarin për të parë se si po shkon. Si gazetar, duke e ndjekur edhe politikën, do politika është, ne jemi qenie politike, siç u diskutuava më përpara, edhe mendoj që njerëzit e ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm e ndjekin politikën.
Ose të ndjek politika ty pastaj. Po flas për këta të ndërgjegjshmit. Ti si e shikon të ndryshojë Shqipërinë në këtë 5 vjeçar që ke lënë për testim? Fatkeqësisht jemi në një kryqëzim. Veçanërisht në këtë janar. Edhe është një kryqëzim ekzistencial. E dim që në këtë gjendje nuk mund të vazhdojmë. Dhe e shohim rrugën që na pret përpara, që është e pamundur edhe për qeverinë aktuale të vazhdojnë në drejtimin që bën sikur është. Rrugët që janë para nesh janë vetëm dy. O do bijem, o do ngrihemi, o do bijem gjithë si shoqëri, ose do të ngrihemi gjithë si shoqëri. Fatkeqësisht ka ardhur vendi në këtë kryqëzim të llatashëm, dhe është i llatashëm sepse zgjedhja është e thjeshtë. Por kusht ka sjellë deri në këtë pikë ka të pamundur të të lëtë të ngrihesh, nuk mund të zgjohet. S'duhet përmend emra se më duket sikur e bëjmë pis këtë intervistë, po kush ka vendosur të të vjedh dhe të të dhunoj dhe të të përdhunoj për një dekadë, vërtet do presim që të zgjohet dhe thotë stop, unë gopa me lek, edhe unë gopa me keq trajtim, edhe unë gopa me skemën me cilën kam ngritur gjithë pushtetin tim dhe tani do i lë të jemi europian në vendin tonë, sigurisht që jo. Ama nëse vazhdon edhe një muaj, edhe një vit, edhe më gjatë në pushtet, vetë skema që ka ndërtuar ashtu si çdo histori komunizmi në botë shkon drejt një bjerrje të pandalshme deri te totale. Derisa të shkojë si valuta e Iranit që të shkojë 1-0 me euro. Dhe ky është skenari 2. Skenari 1 është më pas për shkak të kësaj energjie të ndrydhur. Për shkak të atyre njerëzve që unë i kam parë dhe në adoleshencën time, me një vullnet për të bërë, për të ndërtuar, për të përparuar, pashmangshmërisht pa këto zinxhir që s'janë as të praruar me këto vargonj të një skllavërie moderne, mendore dhe politike, se ne jemi në një skllavëri politike nëse nuk i ushtrojmë dot drejtat tona politike, patjetër që do shpërthejë për më mirë. Patjetër është edhe sikur mos ta ketë një qeveri tjetër vullnetin për të arritur në maj, prap do të jenë qytetarët ata që me energjinë e tyre, me impulsin e tyre do e çojnë shumë lart, do e tejkalojnë energji dhe në energji edhe politikën. Okej, mua më pëlqen që ti e shikon pozitivisht, edhe pse është një udhkryq, është e vërtet, po ndoshta një këshill nga ana jote për sa i përket edhe domethënë duke u ndikuar dhe fakti që ti je gazetar për ndërgjegjësimin e njerëzve, sepse duket sikur një pjesë e shoqërisë, një pjesë e konsiderueshme të shoqërisë ka një perde në sy dhe do t'i shikoj gjërat për atë që janë. Si do ta shpëje ti këtë? Jam pak e ke pasur atë termin tough love? Okej. Unë jam pak fan si i rreptësisë në edukim. Gjatë Holodomorit, zisë të bukës në Ukrainë, në periudhën e Bashkimit Sovjetik, kishte tabela nëpër fshatra, nëpër zona të thella, kishte tabela që thonin mos hani fëmijët tuaj. E di që po vuani për bukë, po mos hani fëmijët tuaj. Makabër, e neveritshme. Okej. A nuk kemi në të njëjtën pikë? Nëse s'kemi spitale, nëse s'kemi shkolla, nëse s'kemi rrugë, nëse s'kemi drita, nëse s'kemi ujë, as po i vrasim fëmijët tanë? Unë besoj që askush nuk ka nevojë për ndërgjegjësim. Ka nevojë vetëm për pak guxim për të kuptuar që ku po jetojnë dhe që kjo gjendje nuk është e pamundur për të thyer. Sigurisht ja kanë dalë shumë propagandë të bindin për të kundërtën, por unë mendoj që nuk ka nevojë shqiptari zakonshëm të bëjë luftë. Ku do të them këtë? Mjafton qoftë edhe duke bërë një koment të vërtet në rrjetet sociale që aty e ka filluar betejën, duke mos e pranuar, duke kundërshtuar, duke bërë një protestë vogël te lagja vet, te shtëpia vet, te oborri vet, te pallati vet, te rrugica vet, që aty duhet të jetë. Ajo është hapi i parë i politikës. Pastaj sigurisht vazhdon. Pastaj mendoj që kjo është ngjitse, sepse e merr dikush guximin, pastaj ndiqet nga një tjetër, nga një tjetër, edhe pastaj
krijohet ai Gorteku. Pranvera arabe ka ndodhur e gjitha për $6. $6, një tregtar dhe një vetë djegje. Dhe më besoj se taksidarët e policisë bashkiake i kemi shumë agresiv dhe shumë të dhunshëm, se kanë rrahur plaka për Nenexhike dhe për Rigon, sa nuk e di, kanë rrahur rom që janë të industria e riciklimit, sa nuk di më se sa. Sigurisht që do të mjaftoj një, sigurisht që do të ketë një dhe fati jonë i mirë dhe i keq është që ne jemi Europë. Po. Dhe ne do të jemi Europë. Kjo na ka sjellë disa probleme për shkak të pasionit të madh për stabilitet këtu, por kur të vijë ai momenti askush s'do e lej këtë gjë që të bjerë. Të rrëshkas, ashtu është. Kjo është bindja ime. Dhe kjo është edhe deduksioni logjik i analizës time. Flavius, falenderoj shumë Faleminderit ty. për ndarjen e gjithë këtyre ideve, mendimeve, edhe një pjesë nga jeta jote private. Edhe jam shumë kurioze të shikoj 5 vjeçare në ardhshëm, ndoshta Po këtu do jemi. mund të bëjmë një bisedë tjetër. Për 5 vjet i kemi. Faleminderit shumë. Faleminderit.